Gjykata e Tiranës la në burg 22 persona të akuzuar si antar të një grupi që shpërndante drogëra të forta, kryesisht në zonën e ish bllokut në kryeqytet. Tokat e zeza nxorën nga qelia dhe vendosën hetime detyrim paraqitje vetëm për 2 nga 24 të arrestuarit, gjatë operacionit të koduar bloku 33, që u finalizua të premten. Sipas dosjes hetimore, ky grup siguronte lëndë narkotike të llojeve të ndryshme, nga 2 vëllezërit Durim dhe Artur Gurzi, 46 dhe 41 vjeç. Droga, kryesisht kokainë dhe heroin, më pas shpërndahej në zona të ndryshme të Tiranës, ku në fokus ishin lokalet e natës. Në mesin në të arrestuarve ka banakjer dhe kamarier, pasi dyshohet se ishin të përfshirë në aktivitetin e palishëm. Për të provuar përfshirjen e këtyre personave në këtë aktivitet, policia e Tiranës ka futur agent, duke u kamufluar si blerës, ku gjithë skena ka qenë filmuar prej tyre. Gjatë kontrolleve u gjetën dhe sekuestruan 1 kilograme 964 gram kokainë, 450 gram heroin, 2 pistoleta, 29 telefona, 6 automjete, 4 peshore elektronike dhe shuma të konsiderueshme parash. Më herët, gjatë hetimeve disa mujore, janë pra ngosur dhe 9 të tjerë, duke e quar në 43 numrin në total të personave të hetuar dhe 85 kg të kanabisit të sekuestruar. Në kuadër të operacionit, janë shpallur në kërkim 8 shtetas të tjerë, të cilët janë identifikuar gjatë periudhës hetimore, si të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.